disa ushtarak në forcave të armatose janë kryesisht fusha e forcave speciale, fusha e kufirit në segmentet caktuara të kufirit shtetëror dhe specialitetet caktuara, siç u përmendet një herë duke i përsërisur pra. Por pyetja juaj dhe shqetësimi i ardhur ka rënë tjerë tek unë që mos po synohen të atakohen drejtues të caktuar të policisë shtetit përmes kësaj mënyre, jo. Drejtues të policisë shtetit nuk janë të atakuar, por kanë realizuar për krahë ndihmë të plot, mbështetje ndihmë të plot, janë të inkurajuar të kenë mbështetje për bërë detyrën dhe i vetmi kërcënim që mund të vijë atyre është nga mosbërja e detyrës, jo nga ushtarakët e forcave armatose. Ushtarakët e forcave armatose janë për ta mbështetur policinë e shtetit, për mbështetur sigurinë kombëtare të këtij vendi dhe e bëjnë këtë punë shumë mirë, ashtu sikur policia e bën shumë mirë punën e saj për sigurinë publike të këtij vendi. Kaq besoj është përgjigjja dhe nuk mendoj të shtrihem më thellë në këtë. Sa i përket pyetjes tuaj dytë lidhur me tre kategoritë e policisë, a do të reflektohet kjo në Akademinë e Sigurisë? Patjetër, së pari kjo do të reflektohet në Akademinë e Sigurisë. Akademia e Sigurisë do të jetë një akademi e cila prodhon tre kategori oficerësh, tre lloj diplomash të ndryshme. Sot prodhon një diplomë oficer policie. Pa as për rendin, as për rrugoren, as për kufirin, as për kriminalin, apo nuk dallohet aty. Thjesht janë oficer policie. Dhe për këtë arsye këta çarkullojnë sa nga njëri vend në tjetrin, duke mos krijuar bërthama ekspertize që duhen. Me ndryshimet që propozojnë, Akademia e Sigurisë do të jetë subjekti i parë që do të ndërtohet të ndryshimit. Akademia e Sigurisë do të prodhoj, po do të them prodhim, do të thotë shumë i përshtatshëm, oficer të policisë kriminale, oficer të policisë rendit dhe oficer të policisë kufirit. Këta do të jenë, dhe këta do ta kenë në diplomë të shkruar kështu, dhe rruga e karrierës tyre do të jetë brenda këtyre shinave, deri kur gjiten lart. Dhe vetëm kur gjiten lart, që të bëhen drejtues, ata mund të shkëmbejnë nga njëra fushë në tjetër. Sot na ndodh për fat keq rëndom që nga policia kriminale mund gjetesh nesër në kryqëzim në policinë e qarkullimit rrugor. Sigurisht, besoj e dali me mua këtë mendim që një oficer që bën investigime të krimit kibernetik apo të krimit financiar dhe një oficer që menaxhon qarkullimin rrugor kanë shumë pak gjëra të përbashkëta në profesionalisht. Dhe pikërisht për të adresuar këtë problem, ne kemi propozuar këtë ndryshim. Dhe sa i përket pyetjes fundit, e cila nuk ka lidhje me çështën, por ka lidhje me interesin publik, që onis mbjellin mundësi edhe për të një sqarim për publikun, me të cilat kam qenë shumë i kursyer dhe besoj që do të përpiqem mbetemi i kursyer personalisht. Ne kemi konstatuar, të gjithë qytetarët e këtij vendi kanë konstatuar se kemi një prani jashtëzakonisht të shtuar të policisë në akset rrugore të vendit. Sa krijohet ideja që jemi vend shumë policor, kemi polici të madhe. Siç u thash në parashtrimet e mia, ne jemi një vend me polici më të vogla përformim jo vetëm në rajon, por në Europë. E nga kundërta krijojmë imazhin tek qytetarët dhe tek vizitorët e shumë të këtij vendi që këtu është policia gjithandej, në çdo kryqëzim, në çdo rrugë, postboqe etj. Të cilat nuk kanë prodhuar siguri të shtuar, kanë prodhuar më shumë problematikë të shtuar. Shumë prej këtyre postboqeve janë kthyer, kanë luajtur rolin e portave prej ku është gjeneruar edhe korrupsion. Dhe kjo nuk është se shpreh vetëm perceptim publik, por shpreh të dhëna që burojnë nga evidencat që unë kam dhe që di. Për t'i adresuar këto, ne kemi thënë që dhe unë kam kërkuar që të hiqet dorë nga kjo praktikë e pa gjetur dokun në Europë, nuk do, mund të bësh me mijëra kilometra rrugë në Europë dhe nuk ndeshesh me asnjë policë. Dhe kemi thënë do të aplikojmë të njëjtin standard siç aplikon Europa. Forma e kontrollit nga pritat që në postboqe që ngjajnë një lloj pritje, do të ketë patrullim oficerët e policisë, qoftë mjetet të loguara, qoftë mjetet të pa loguara, do të jenë dhe janë vazhdimisht në patrullim në akset rrugore të vendit dhe ndjekin ata që bëhen subjekti tyre, ata që shkelin rregullat, ata që praktikojnë keq, ata që kanë shtësi të shtuar, ata që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit etj. Me radhë. Pra, unë besoj fort se me këtë ndryshim, i cili është në orët e para të tij, ne do të ndryshojmë qasjen e policisë, do të shtojmë kontrollin
po do ta bëjmë atë kontroll që të adresohet vetëm tek ata që duhet kontrollohen dhe të heqim ngarkesën e panevojshme ndaj qytetarëve të cilët kontrollohen pa asnjë lloj arsye shpesh. Faleminderit.